Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave e njëjtë 4 dhjetor 2025. Gazeta Panorama e nis me titullin kryesor Tenderat e teknologjisë, kriteret me porosi, drejtuesje e akshit 3 orë në SPAK, abuzimet. Hije mbi Kajo, shpike e njeriu të Ramës që kontrollon industrinë e armëve, investigimi i medias italiane, skema e errët pas bastisjes së News 24. Kërkesa e Berishës, Mogherini do të hetohet në liri për mashtrim me tenderat e Bashkimit Evropian. Të përndjekurit, lista e re dokumentet për tërheqjen e këstit të pestë, nipi i sa boletinit, kur dy histori takohen në burg përballja e Enver Dajçit me Zveto Vuković. Opinion nga Niko Peleshi, sinergjia mes buxhetit 2026 dhe planit të rritjes. Një tjetër opinion nga Lorenz Vangeli, kriza politike nuk zgjidhet me mjete juridike. Generali gjerman në shtabin partizan, marrëveshjet e fshetat e Enverit me nazistët më 44-ën, rrëfimi i truprojës, faktet e panjohura më parë. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama, do të vijojmë më tej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i saj, një pushtet absolut, korrupton në mënyrë absolute dhe shtrembëron të vërtetën. KE, Shqipëria rast unik në BE për pezullimin e fondeve të bujqësisë. Presidenti Begaj, investimet amerikane në Shqipëri në rritje, potencial i madh për bashkëpunim ekonomik si pjesë e partneritetit strategjik. PS, Peleshi dhe Spiro Pali, bashkëpunim të ri me BE-n, kanë në fokus lirinë e medias, grupet e interesit, qytetarët dhe forumi i korridorit 8. Saliani nis fëltore, takohet me strukturat në Durrës, PD duhet të kthehet tek njerëzit, demokratët janë lodhur, duhet ringritje e partisë. Opinion dhe koment nga Gëzim Zilja, udhkryqjet e pafundme të PD-s dhe cicërimat e harabeleve. Një tjetër shkrim nga Ilir Çumani, çështja Mogherini dhe lajmi i keq kuptuar për lirinë e saj. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf, do të vijojmë më tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj, nga Lorenz Vangeli, kriza nuk është juridike. Asnjë trup gjyqësor nuk mund ta zgjidhë ato që politika nuk ka kurajon ta zgjidhë vetë. Vetëm geopolitika nuk mjafton. Ekonomi, reforma e re e taksës së pasurisë, tarifa do të bazohet në vlerën e tregut. Në brendësi, një fotografi e re e PD-s pa Berishën, akuza e rëndë për situatën në bujqësi. Rubrika Shëndeti, çfarë ka zbuluar një raport për problemet e rënda me hemodializën. Skandali që përfshiu Mogherini në zemër të BE-s, Stefano Sanino i jep dorëheqjen. Ktu përfundojmë me gazetën Telegraf për të vijojmë më tej me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj, Dinamo luan tenis me Bardeblut te Tirana e han turpin me buk. Blut fundosin 26 herë kampionët që psojnë 6 gola pas 12 vitesh, hera e fundit Tirana flamurtari 3-6 në kryeqytet. Kriza kërkon përgjigje, sot prov zjarri për Vllaznin. Partizani byli si 1-0, të kuqt arkëtojnë 3 pikë, Contreras është ari i demave. Teuta Elbasani 0-0, dursakët ndalen nga shtyllat, verdheblut dalin në krye. Egnatia Flamurtari, kampionët patetovën me Zani, po gabon Moriero. Për leshje e tension, Iliria Skënderbeu shtyhet mes akuzash, ja si nis sherri dhe etapat që sollën pezullimin, palët fajsojnë njëra tjetrën. Kategoria e parë, Apolonia i jep leksion, Duro doriqet nga Besa. Kombëtarja, legionarët, Bajrami Gjimshiti kthehen tek goli. Dhe me gazetën Panorama Sport përfundojmë me leximin e titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme.